Që prej ndarjes nga jeta të Konstandinës, sytë e Agron Vllakaj mbushen me lot kur kujton një jetë të kaluar me bashkëshorten e tij, e më keq ditët e saj të fundit pranë familjes. Një rrëfim rrëqethës ka bërë aktori humorit duke biseduar me Grida Dumën më podcast se si Konstandina iku atjer kur Agroni mendoi se do ta shijonte dhe për pak prezencën e saj. Shpresat ju prenë në Turqi, kur Konstandina nuk do të mund të jetonte më 5 apo 6 vite të tjera, por ishte çështje ditësh që ajo të mbyllte syt përgjithmonë. U zhgënjyem se kur ikëm në Turqi herën e fundit, thikën e mora unë, doktori më mori më njanë, më thanë se mbaroj, i thash ti sikur the 5-6 vjet, çdo gjë do ta shisnim për të fituar jetën e Konstantinës. Unë duhet të gënjeja për 2 javë, nuk e di si rrotullohesha. Ua thash fëmijëve dhe vazhduam silleshim sikur s'kishte ndodhur gjë, deri në fund, tha Llakaj. Agron Llakaj tregon se nuk ka pranuar të marrë amanete prej saj, ndërsa tregon se vajzës i kërkoi që Konstandita të ikte si një nuse e bukur. Në momentet e para nuk e kupton se ku je. I kërkova vajzës, i thash zemra e babit, mami e meriton të ikë si një nuse e bukur, i kemi bërë grim profesional, kemi qëndruar të dy aty, duke qarë, duke e grimuar, për shumë ditë dhe net nuk kam dashur të jetoj, doja të ikja, ti bashkohesha, fëmijët më janë përgjeruar, babi, jemi ne.